Mirëdita të nderuar shikues, përshëndetje kudo që ndodheni. Sigurisht se të gjithë jemi rritur me filmin e Skënderbeut, me filmin Nëntori 2 për shembull, filmat të cilat janë bazuar në historinë shqiptare. Por si janë trajtuar në fakt figurat historike në kinematografi. Jo vetëm në këta filmat të cilat, domethënë i përmenda filmin e Skënderbeut apo Nëntorin e 2, por edhe në filmat ndërkombëtar. Si shembull mund ta marrim me që është edhe një figurë e njohur historike e Ballkanit, Aleksandri i Madh, ose edhe figura të tjera anë mban botës. Prandaj edhe temat të cilën sot do të diskutojmë në studion e Randevus do të jetë figurat historike, si trajtohen në kinematografi, në kontekstin e sa janë reale ato figura dhe sa janë bazuara në fakte historike trajtimi në kinematografi. Prandaj të nderuar shikues, pas një bloku të shkurtër reklamash, këtu në studio do të vjen regjisori Ekrem Kryeziu, regjisori Agim Sopi, historiani Nuri Bexheti dhe skenaristi Zymber Kelmendi për diskutuar për këtë temë. E ndjekim bashkë një blok reklame pas kthehemi në studio. Të nderuar shikues, pra siç u thash edhe në hyrjen e emisionit, sot këtë diskutim do t'ja dedikojmë figurave historike të cilat janë trajtuar në kinematografi, në përgjithësi. Dhe për këtë temë në studio kemi ftuar regjisorin Ekrem Kryeziu, profesor Misar në studio. Mirë si u gjeta. Regjisorin Agim Sopi, zoti Sopi Misar në studio. Historianin Nuri Bexheti, Misar në studio. Si dhe skenaristin Zymber Kelmendi, Zymber Misar në studio. Profesor, sa është komplekse trajtimi i një figure historike në kinematografi? Kur them komplekse në kontekstin sa duhet për shembull të ketë një regjisor ose një skenarist fakte historike për ta paraqitur atë figurë, domethënë ashtu siç ka qenë. Them filmi është një ëndër. Filmi është një mashtrim i madh, ta quaj ashtu. Dhe pikrisht ajo ëndër, nëse merret me figura historike, ai mashtrim i madh vizual, nëse merret me figura historike, është shumë normale që në kuadër të atyre veprave që kanë për bazë një personalitet historik, të ketë edhe zbukurime, retushime, varësisht prej kohës në cilën ai film është realizuar. Nga historia e kinematografisë botërore, njohim personalitete të shumta historike, duke nisur nga ato që pretendojnë të jenë historike, në esencë janë mite, deri te ata që kanë qenë personalitete historike. Kemi ku filmi amerikan dominon me personazhe historike, me filma për George Washingtonin, për Davy Crockett, e tjerë të gjithë ata që kanë lënë gjurmë në historinë e kinematografisë, historinë e Amerikës. Nga teoriket dhe historianët e vërtet historisë të shtetit amerikan dhe nga historianët e filmit, nuk është i njëjti person ai që ka qenë në film me atë që ka qenë në kinematografi. E kemi shembullin e Dirty Billy, një personazh faktikisht që ka qenë i historisë amerikane, i viteve të perëndimit të Heger, ku në shumë filma është paraqitur si personazh pozitiv, si personazh i lar, i shplar, si zotni ideal, ta quaj ashtu. Dhe Sten Dragoti e paraqet në mënyrën e vërtet si ai ka qenë. Do të thotë, ne ende në kinematografinë shqiptare, ta zonë se nas kemi shumë filma që i referohen datave historike dhe personazheve historike, kemi si ju përmend kështu Skënderbeun në Nëntorin e 2, unë ta kemi edhe në komandant të luftës dytë botërore, të gjithë janë të idealizuar. Çka në kupton me idealizim? Idealizim kuptojmë se ato personazhe jonë të atilla si ne do të dëshironim ata të kanë qenë. Dhe në kuadër të kësaj mund të ketë ma pak histori e ma shumë imagjinat. Ende nuk kemi arrit në atë nivel që të kemi një distancë historike ndaj personazheve historike, për arsye se ende ne jemi të pangopur me histori. Ata popull që e kanë përjetu, e kanë elaboru, e kanë absolvu historinë.
ata ka një qëndrim kritik dhe i realizojnë ato personalitete si njerëz, si njerëz, në rrethanat saktuara kanë vepru ashtu si kanë vepru, por në asnjë sekond nuk i paraqesin të idealizuar. Ju merr një film i fundit i për Lincolnin, Abraham Lincolnin. Po. Krejt është ndryshe prej atyre filmave të mëparme që janë realizuar. A të më thonë është ma real, profesor? Shumë ma real. Dhe pikrisht duke i paraqit personazhet historike si qenje reale, se nuk kanë qenë qenje mitike, ne i duam ma tepër, për arsye se janë të barabartë me ne. Nga kjo logjik mund themi se çdo njeri në një moment caktuar mund të jetë në si pozite që të shndrohet në një hero. Dhe nëse e marrin vetëm atë pjesën heroike të atij, ne e kemi devalvu, e kemi zvoglu madhështinë e tij. Se gjithë ata që kanë qenë prezente në histori nuk kanë qenë të pikur nga qielli, ato janë pjesë të kësaj bote dhe si të tillë duhet trajtohen. Po, Agim, unë desha pikërisht ndalem këtu që ngriti këtë çështjen profesori, domethënë dikur janë trajtuar domethënë këto figura i kanë idealizuar faktikisht. Ndërka sot, siç e përmendëm edhe tek Lincolni, këto figura janë zhveshur nga idealizmi. A do më thonë që trajtimi i këtyre figurave në kinematografi ka ndryshuar, dikur janë trajtuar ndryshe dhe sot trajtohen ndryshe, apo çfarë ka të bëjë këtu? Jo, varet tashti. Filmi historik ose filmi i figurave historike gjithërë pretendon ta rikrijoj një kohë të shkume. Ta rikrijoj sa ma besnike që është e mundur. Megjithatë, tash do të ta bëjmë një dallim, filmi si fiksion dhe filmi si një instrument i rikrijimit historisë, kisha me thujtë. Nëse pretendojmë ta rikrijojmë historinë, atëherë detyrimisht filmi na ikë në fragmentarizëm, na ikë në kohë të panevojshme, na ikë nga logjika dramës, nga raportet e personazheve, etj. Ka shumë komponente që filmin narrativ fiksion e bëjnë më atraktiv për shikuesin. Megjithatë, popujt dhe kinematografitë ndryshme i kanë trajtuar këto tema mbi të gjitha shpeshherë jo vetëm si mbamendje historike, po edhe si thjesht si didaktik, sepse civilizimi njeh një logjikë duhet ta njofësh të kaluarën që të mos përsëritet. Për brenda kësaj logjike popujt kanë krijuar filmat e vetëm historik, kanë rikriju ngjarjet historike, personalitetet historike, figurat e mëdha të kombit gjatë historisë. Thjesht gjithherë, po them, për të mësuar që një ardhme të jetë, domethënë, ma e ndryshme, kushtimisht. Tashti, historikisht, pothuajse që nga lindja e filmit, nga shembull filmi, dikun gati filmi i parë, ma gjatë në historinë e kinematografisë, dashuria mbretëreshës Elizabeth krijon një logjik spektakli. Pioniri i kinematografisë narrative David Griffith krijon shembull Lindja e një kombit, një film super spektakular për kohën. Madje shkolla ruse Eisenstein krijon shumë filma, jo vetëm ai, disa për shembull, ma vonë edhe Dovzhenko, edhe Pudovkini, kanë bërë filma historik, filma të mëdha historik, si për shembull Kaçatorja Potemkin, filmi legjendar ose Tetori, Oktober, ose ma vonë edhe gjatë kohës Stalinit, për shembull filmi i vetmi i njoftën që ka mbeti Eisensteinit, Ivani i Tmerrshëm. Shembull Sergej Jutkeviç, i cili ka bërë Skënderbeu, është parafërsisht i atyre viteve. Skënderbeu është xhirue, nëse zgabohem, me 1954. 54 në premiera është. 53 në xhiruar. 53-54, domethënë aty është.
kjo ka qenë një frym, kisha me thonë, e atëhershme e krijimit filmave spektakular historik. Dhe për kohën ai ka qenë një realizim i jashtëzakonshëm megjithatë. Mos harroni se kemi të bëjmë me një regjisor personalitet. Filmi ka qenë festivalin e Kanës, ka qenë nominum në 3 kategori dhe ka fitu 2 çmime. Po pyetja si është trajtuar në kontekstin e sa ka qenë real kjo figurë që është trajtuar? Jo, nuk po flasun ende për dimensionin estetik. I thash të arriturat estetike për dëshmuar se ata njerëz që e kanë kriju atë. Para zgjithash po flas për ekipin e Bashkimit Sovjetik të atërshëm, për ekipin rus që kanë qenë barësit e filmit, sepse si që dini shqiptar ka qenë Besa Imami, Mamisën duke të ka lujt, Najm Frashëri, aty këto, sa personazhe krejt periferike, personazhe kryesore kanë qenë rus, kompozitori ka qenë rus, aktori Ukrainas, ma në fundit regjisori ka qenë rus, një personalitet i njoftën. Dhe gjithërë të mështet në përvojat e kinematografisë spektakulare, trajtimit ngjarjeve historike, ata ju kanë qasë me një seriozitet shumë të madhë kësaj teme. Ata kanë punu një ekipi tonë i skenaristëve dhe me siguri edhe historianka, pas atë që kanë konsultue kogja shumë ngjarjet historike. Është përpjekje për të rikrijue një ngjarje historike. Megjithatë, filmi është fiksion. Megjithatë, është një vepër artistike që nuk pretendon me qenë besnik deri në fund të historisë. Pra, kjo është logjika kur ne i qasemi filmit si pretendim për ta rikriju historinë. Një logjik tjetër është kur, për shembull, filmat historik dhe ngjarjet historike glorifikohen dhe mitizohen. Thjesht shlyen kufit mes asaj reale që ka ndodhur dhe mes glorifikimit. Atëhere, figurat e tilla të glorifikume që ka ndodhur shpesh në për kinematografin botnore, gjeneratat dëshirojnë të demistifikojnë, të zhveshin, ose të shfaqin si njerëz, madje si njerëz, në atë pjesën intime, kisha me thonë, në pjesë periferike, në pjesë që kur është kriju një film i tillë historik, për shembull, e ka konsiderue si kohë tepërt. Koha tepërt dhe ngjarja tepërt në domenin teorik të filmit është ajo që nuk intereson veprës kur krijohet për momentin. Kurse filmat avangard tipit zhveshjes të mitëve pikrisht janë krijuar në këto margjina, kishe më thonë, të nxjerruna nga konteksti, në kohën e tepërt dhe në ngjarjet e tepërta. Atëherë, natyrisht që marrin segmente kreme shumë e mirë, tha për Billy Kidin për shembull, që Amerikanët kanë shëndru me një metës të ndragoti, e zhveshe, bën një leckaman, nështë bile. Do me thonë, jap atribute një njeri krejt pa vlerë gati, kisha me thonë. Janë edhe këto tendenca. Jo vetëm zhveshja nga mitizimi, po dhe pavlerësimi, zhvlerësimi. Qka në qovë se sot do t'i shtrajtu filmi për Skënderbeun, për shembull, ose për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë? Në qovë se do t'ishtë prezentuar figura e Ismail Qemalit ose Skënderbeut, a do t'kish zhveshur nga mitizimi, profesor Bexheti? A është dashur të prezentohen ashtu si që kanë qenë, apo ashtu si që kemi i shohim në film asot? Në rreth parë filmi si një nga zhanret më komplekse të artit, nuk diskutohet se duhet analizuar në kohën kur është bërë. Ne, me që më bëhet një pyetje direkte për filmin Skënderbeut, do të kuptojmë se është bërë sot 40 vite gati filmi, dhe do të kuptojmë në kohën të paktën, thash. 60 vite? 20 ashtë. Në kohën kur është bërë, ka qenë aty krahas edhe figurave tjera historike apo ngjarjeve historike që janë trajtuar në kinematografi, si është punat e hungarezët që kanë bërë film për Huniadin, apo rumunët që kanë bërë film për Mirçën, apo për Drakulën e famshëm, apo anglezët që kanë bërë filma për Elizabetën e famshme, apo francezët që kanë bërë filma të pafund për Jeanne d'Arc, apo kinematografia italiane ka qenë në kulmin e lulëzimit të saj që ka bërë filma për heronj, për mite dhe ngjarje të botës romake që i ka prezentuar. Nga kjo distancë kohore, nëse krahasojmë me filmat që bën sot, natyrisht personazhet janë shumë më real sot se sa në atë kohë kur janë paraqitur. Unë kuptoj që
megjithëse bota ka qenë më liberale perëndimore, megjithatë kinematografia ka qenë edhe një farforme monopol dhe ideologji i shtetit, pavarësisht se ka pas edhe kompani private në perëndim. Ka pas një filtër që shteti ka kontrolluar dhe se nuk ka medium më i fuqishëm sa filmi, sa televizori që ka komunikuar me masat e gjëra. Prandaj edhe personazhet janë parë se si do trajtohen. Skënderbeu. Si është trajtuar në atë periudhë? Ne kemi trajtuar Shqipëria ka qenë komuniste dhe është punuar. Të lutem, ne kemi trajtuar Ponko Studio Skënderbeun para 2 vitesh më duket. Kemi thënë, kemi pas një debat shumë seriozisht. Por Hollywoodi që ka... Po dhe më duket se atëherë goxha e prognozova, thash që për të bërë një film të ri për Skënderbeun me përmasa siç është ky, është shumë vështirë se duhet një fond jashtëzakonshëm i shtrenjtë. Profesori ka qenë shumë optimist. Me përmirësimin e zërit që është bërë këtij filmit, me zërat e re që kanë ardhur, unë mendoj se edhe për një kohë i shërben kohës ky film. Sa i përket Skënderbeut. Sa duhet të zërë vend e vërteta historike, kjo është tepër për të kompleksive dhe është për të debatuar. Do ta diskutojmë edhe si duhet prezantuar, domethënë. Zymber, ju jeni pajtimit që këto figura duhet të zhveshur, domethënë, në ditët e sotme për nëse trajtohet një figurë historike. A duhet zhveshur dhe duhet prezantuar realisht ashtu siç ka qenë dhe jo duke idealizuar këto figura? Shikon pikë pari konsideroj që edhe personazhet historike, do të ato që trajtohen në film nuk mund t'i trajtojnë të nda me filmin historik në këtë rast nga krejt filmi që është bërë. Dhe që po bëhet, realisht ne nuk kemi një produksion as të madh. Këto 2 filma që ju përmendet, ka dhe filmat e tjerë që nuk janë me personazhe historike, po kemi të bëjmë me ngjarje historike. Realisht ne do të shikojmë për tha dhe profesori historiani që do të shikojmë në kohën kur janë bë, sepse thuhet në kinematografi ata filmat historik shikojnë kontekstin asaj çka na thonë sot. Dhe në këtë rast këta filma ne shikojmë çka kanë thënë në momentin kur janë bë. Atëherë që kanë thënë. Atëherë që kanë thënë. Po kjo do të thotë që janë prezantuar realisht. Kjo gjithsesi bart një rrezik, sepse sistemi në kohën kur janë bë ka qenë një sistem i cili realisht edhe këta filma ka tentuar të përdor për propagandë të vetën. Do thotë shikojnë ndoshta duket një moment çesharak por tek filmi në dorë i dytë ne kemi një moment atje kur kemi një këngë toske dhe një moment dëgjot një zot qofsha i gabunon, po kështu më duket që thuhet rrofnë Enver Hoxha. Do të s'është guxu më hej çaju fare. Do të shiko është përdorna ato dialogjet që i kemi, apo mënyra e diskutimeve të cilat janë na çojnë tek ajo që është përdor për atë lloj propagande, pa i zhvlerësuar vlerat tek këtij momenti historik, domethënë mos keq kuptohemi. S'po flas në aspektin historik, por trajtimi artistik, trajtimi artistik që është bë. Do të thotë kemi një gjuhë e cila realisht e ndan bardhën bardh, zezën zez, nuk kemi një mes në këtë rast mes. Nuk kemi personazhe komplekse, sepse në fundit për ato 1 orë e gjys, 2 orë shikuesi është interesuar që të një farë mënyre ta gjej vetveten tek dikush tek personazhet. Ne në fillim të bisedës tham kemi të bëjmë në dorën e dytë film për një personazh historik, kemi më tepër se sa një personazh. Do të thotë ndoshta disa personazhe dhe ndoshta këtu ajo pamundësia për të marrë me gjithë sepse është shumë vështirë dhe kemi trajtim në një ngjarje, të gjitha personazhet duket se hyjnë film të gatshëm dhe dalin po ata. Nuk kemi ndonjë hark emocional të këtyre karaktereve, cilë sfidojnë në situata të caktuara. Ne pa është më shumë ngjarje si ngjarje. Si ngjarje, por janë mjaft shabllon, do të thotë ne nuk i njohim. Shikoj, ne e njohim Ismail Qemalin, Hasan Prishtinën, gjithë personazhet këtu për shkak të asaj, po që kemi lexuar në për shkolla. Jemi bindur, po ta shikoj dikush nga jashtë, nuk do t'i njeh, sepse ata nuk kanë botë të brendshme thuajse. A do ta njeh Skënderbeun? Urna? Skënderbeun në filmin e Skënderbeut. A do të njëjtë edhe me filmin e Skënderbeut? Shikoj, unë tek filmi Skënderbeut tha profesori, ne kemi pasur një debat para një viti 2, e këmë thënë dhe për përsëris prapë. Për mua, parë nga këndvështrimi tashëm, kemi të bëjmë me një melodram. Dhe në këtë rast që ka nuk kuptoj. Nuk kam ndonjë emocion, përveç asaj që Skënderbeu ka qenë shqiptar, unë dihem shqiptar, që më jap ndonjë emocion, ndoshta si do të më kishte dhënë një Braveheart atje i cili ka sfidat si personazh dhe fillon të rremben. Dhe ti gjatë gjithë kohës ke një kurreshti çka do të ndodh me këtë njerëz. Shikoni faktet historike realisht edhe ndrohen. Nuk po e marr një shembull. Tek çfarë konteksti ndrohen? Ndrohen për qëllime artistike.
në film, gjithsesi. Ka ndodhur edhe te Troja, te filmi Troja, por është kritikuar negativisht. Është kritiku, shiko, kjo bart riskun po të merresh me faktet. Po pikërisht për ato. Po kemi herën e parë nëse zgaboj tek filmi Braveheart. Po. Po ta shikojmë në aspektin real, historik, ai ka qenë një ndër mbretërit më të suksesshëm. Dhe realisht nuk ka qenë ai cili ne shohim tek Braveheart, i cili ka një djalë atje me një inteligjencë mesatare, i cili shfrytëzon nusën e djalit për arritjen e qëllimit, por kjo u përdor për të ndërtuar një antagonist, i cili realisht do të ishte i denj për të përballur me protagonistin. Do thotë këto fakte kanë ndru për qëllime artistike gjithsesi. Unë s'thom që këtë rast ne do ta ndrojmë datën, do t'i ndrojmë disa gjana, por megjithatë, nëse personazhet që ndrojnë të sheshta, edhe ngjarja do të mbetet e sheshtë dhe ne nuk marrim nuk përjetojmë diçka tjetër përveç marrjen e informacioneve të cilat i lexojmë në libra. Edhe këtë do ta shtoja. Po e marrim filmin në dorë dytë. Shumë informacione çka nëse sot dalin që po e marrim kushtimisht edhe të gabuara. Kuptimit gabuara. Kuptimet që po unë tek vonë kam dëgjuar që datëlindja e Ismail Qemalit ka qenë njëtën ditë me të Enver Hoxhës. Dhe nuk është guxuar asnjëherë të përmendet ky fakt, sepse është ndryshuar. Po Ismail Qemali vlora është heq po që të heqet rraniet komplet. Do thotë kjo ke pjesë quhet pastaj propagandë, sepse nuk është dashur të rivalizoj liderit në Shqipëri, Enver Hoxhës. A do thotë që është tjetërsuar figura në këtë film? Jo, ka mbet figura si ka konvenu nuk ka qenë po, sistemit si ka konvenu. Po, nuk kemi një botë brendshme këtij personazhi. A është ky Ismail Qemali, profesor, më qeni se a është ky Ismail Qemali, a një historia këtë Ismail Qemali që shohim në film? Sander Prosi, nëse nuk gabohem, është aktori që i lojnë Ismail Qemali. Është goxha figurë reale që paraqit Ismail Qemali. Fizikisht goxha i ngjaj. Po. Ne shohim pjesë të Ismail Qemalit në momentet kritike të filmit kur ai sapo zbarkon në Shqipëri dhe shpall pavarësi. Kjo është. Pra ne kemi vetëm momentin e shpalljes pavarësisë. Ne nuk kemi një film për Ismail Qemalin që ka karrierë 40 vjeçare diplomatike. Ato tha dhe domethënë këtu nuk ndërtohen personazh, po thjesht janë personazh pjesë të ngjarjes janë. Personazhet janë pjesë të ngjarjes edhe me që më pyet direkt për personazhin e Ismail Qemalit, mua më nduket se Sander Prosi e ka sill, nuk besoj që ndonjë aktor shqiptar, për mendimin tim, do kishte sill me besnikëri më të madhe karakterin e figurës së Ismail Qemalit që është i njohur nga historiografia. Mendoj se është i qelluar personazhi shumë. Si fizik e ke fjalën. Edhe si fizik, edhe me momente që paraqet ai. Ai filmi paraqet vetëm shpalljen e pavarësisë. Po. Me qartë, shiko. Unë këtu nuk e kisha fjallën të kajo kemi të bajmë se ne po flasim për filmin, historinë në film. Jo historinë, sepse thuhet, më duket Oliver Stone e thot që është mjaftë e ndihshme po të merret me historinë film se historianët e konsiderojnë territor tynë edhe është pak e vështirë do të ndosh faktografinë në tras nga artistika. Në art, faktografi e vërtet ajo është që besohet. Dhe në këtë rast, këtu qëndron një problem. Kjo nuk do të thotë që ne të merrem me 40 vitet e aktivitetit politik të Ismail Qemalit, por mungon ai aspekti, dimensioni njerëzor. Dhe ky problem për ne mund të jetë shumë i ndihshëm, Sander Prosi me shumë respekt. E luna atë rol jashtëzakonisht mirë. Do thotë, shë kjo çështje pastaj shijes. Po problemi është ta marrim këtë film ta shfaqim në për një audiencë jashtë. Ma gjërë, po. Po, nuk rremben diçka, sepse pavarësia e Shqipërisë për ta nuk do të thotë ndonjë gjë. Po të na sjellin amerikanët, tash po flasim do të s'mund ta bëjmë ndoshta këtë krahasim. Për cilin do film atje neve na rremben, edhe për momentin më thjesht tek ta na rremben dhe ne do të kemi kurreshtin me pa çfarë po ndodh. Ky është problemi që kisha fjalën. Jo tek ai se sa qëndron faktografia në këtë rast. Po e kam parasysh. Profesor? Unë nisa prej asaj se ne duhet këta filma që janë punu me detyrë. Arti kur punohet me detyrë nuk ka shijet mirë. E unë mendoj se do të vinë kohrat kur figurat historike do të realizohen siç meritojnë ato. Ngjarjet historike do të realizohen siç meritojnë ato. Kur e shikoni ju siç e meritojnë, çfarë në kupton profesor? Siç e meritojnë kuptimin për arsye se domethënë këta si janë trajtuar kështu. Secili njeri ka drejtëhijet e veta. Nuk e kanë merituar kështu? Jo, e kanë merituar një gjë, e kanë merituar.
Filmi është punu me një qëllim të caktuar që ta ngjall një emocion të caktuar te një publik e caktuar. Profesor Zymeri e tha se ky film po të shfaqej diku tjetër, ata nuk e kanë qatë ngarkesë emocionale, nuk e kanë qatë histori cila lyp ta ketë një film të tillë. Arti duhet të komunikoj pavarësisht nga me cilën histori realizohet, me cilën histori merret ajo. Njerëzit që jonë prisa, ata duhet ta kenë biografinë e vetë, duhet në secilën vepër, duhet jenë njerëz. Këto janë figura, përmendem gjatë tanë kohës dhe po përmendem figura historike. Fjala figurë për mua është pejorative, figurë e shahut. Unë mendoj se personalitetet duhet shikohen në tërsinë e vetë, mos jenë sikurse plakat, që është dy dimensional, po të ketë thellësia jo. E kjo faktikisht në kinematografi, kur realizohet një personalitet në tërsinë e vetë, nuk është bardhëzi, nuk është si plakat. Aje përjeton atë si njeri, dilemat e ti. Nëse nuk e kemi asni dy sena mos gabofsha, mendohet që jonë dilematike, që ka dilema, po në esencë jonë shumë thjeshta. Dhe filmin Nëntori i dytë. Por, du të them se, ajo ngjarje ka qenë ngjarje shumë e rëndësishme, historike, dhe po t'ishte shkru skenari, se faktikisht gjitha problemet në film fillojnë nga skenari, se nuk ka mujtë regjisori, skenari ka shku dikush tjetër, nuk dikush e ka shku skenarin për Nëntori i dytë, por Viktor Gjika ka punu regjin. Regjisori ka posë që është e mundur shka është kërku faktikisht, për këtë tash po dëgjoj se qenë ka dëgju ajo Ernoftë Nverhova, që unë se kom dëgju, po për arsye se ku me ditë se qëfar kopje kom pa, edhe ajo është. Kanë guzuar ta heqin atë. Po, jo, nuk e di edhe qëfar kopje kom pa, nuk e di qëfar zërimi ka pas. Por, duhet mendohet se edhe ngjarja historike nuk është ashtu si që ka qenë. Ngjarja historike është, si them, është modifiku që tjetë Nëntori ke fjallë. Nëntori dytë, natyrisht, si kurse edhe Skënderbeu. Edhe Skënderbeu i ka pas drejtëhijet e veta. Nëse personazhet historike, personalitetet historike realizohen në film me gjitha drejtëhijet e tyre, ata kanë një jetë gjatësi më të madhe se sa që janë shtu. Se filmat që i përmenden jo Braveheart i kanë drejtëhijet e veta. Edhe në ato drejtëhije ne mund të kemi si të them kupton me drejtëhije profesor. Ka pikat, po ta duhet ta them shqip pra. Po shqip thoj për shikuesit prandaj. Po jo, drejtëhije kupton se nuk janë të buzëqeshur. Po i kanë edhe anën e bardhë të zezë ke fjalë. Anën e bardhë anë të zezë. Po në atë thash drejtëhije në kupton se hija nuk është dritë. Dhe domethënë këta i kanë këto personazhe vetëm dritën e kanë prezantuar. Vetëm dritën e kanë. Edhe është e keqja se nuk ju beson kurkush. Që tash ti po shoh po hes një plak me një fëmijë. Është faktikisht një plakat i thjesht, me një këngë që përmendi muzikën e ka shkruar Svirdlovi, po në temën e një kompozitorit që Zardea mos gabosha. Ja ka thonë, jo, Zoraci, Nikola Zoraci, nuk e di tash mund të gaboj, po një kompozitor shqiptar e ka dhënë temën këto që kanë mushur marrë me borë. Mbi atë është ndërtu Svirdlovi e ka punu muzikën. E desha të them, në kuadër të saj, çdo element, duke nisur nga kostumi, duke nisur nga dekoret, krejt janë të lamet shpërlamë. E dihet se mes jeta nuk kanë pas banjo, nuk kanë pas krerë, kanë qenë nështë kanë pas edhe zgjebe. Po të shihnim të atil, ata zgjebosur, ta mundin kundërshtarin, ajo fuqia, se po dalin këtu si manekine. Nga kjo logjik, po thonë, arti e lyp vërtetësin. Në atë moment kur ne i iki vërtetësis, me qëllim të një plakatizmi, me qëllim të një, si të them, shpalosje në një ide të porositësit të asaj ideje, ajo më nuk është artë. Atër plësit, adrejt profesor Zymeri, kur thë se po të ashimin në Amerikë, ata se shohin njeriun, e shohin do figura, ta mon figura. E në këte aspekt, jo vetëm të ne, edhe Eisensteini, që ka qenë babi i filmit historik, në sens, jo vetëm e filmit historik, por
pikrisht se mbi filmat historik, a i ka mbi ngjarjet historike, a e ka ndërtu atëfar estetike në vetë. Edhe a i ka punu në atë mënyrë, që regjisorët e ma vonshëm, kërë përmeni Dovzhenko, regjisorët e ma vonshëm në filmat e tyre jonë munu dhe i kanë arritë që personazhet të mos jenë si kurse të premë prej kartonit, po kanë gjak e mish, kanë frikë, të na trimat jonë vesh trima. Nuk ka dyshima ajlu. Është të vërtet, unë mendoj se problem i madh është të punohen personazhet historike të një publik e cila është mësu vetëm në ta quashtu në një dimension. Po. Nëse e analizojmë na, jo vetëm film, po nëse analizojmë në traditën tonë, në folklorin tonë, personazhet historike, populli ju ka dhonë edhe në dilemë. E ka dyshuar ato shka po bën, apo e bën një punë të mira jo. Këtu janë krejt paraqitur qysh e lyp partia. Kjo më dhenë. Këtu po do të ndalëm. Do më thonë, kështu se janë paraqitur, nuk janë real. Sa për kuptem? Jo. Agim, pajtosh? Po pajton, po do të shihet kontesti historik kur janë bërë këta filma. Në rregull. Janë bërë për propagandë partisë. Janë bërë në kohën e Stalinit. Edhe Temërhoxhës, do më thonë Stalinit. Stalinit, po. Sepse filmi Skënderbeu Nëntori nuk është bërë në kohën e Stalinit. Nisoj e po. Stalinizëm. Sistemi Stalinit ka qenë, po. Stalinizëm, bile edhe ma eger ka qenë Po, ata. edhe me eger. Shumë ma eger ka qenë se në kohën e Stalinit. Sistemi. Po. Sistemi ka qenë shumë ma eger se sa në kohën kur është bërë Skënderbeu. Sepse, mos harroni, për shembull, kreatori i madh i gjuhës kinematografike, i montazhës të atrakcionit, Eisensteini, autori i Kaçatorës Potemkin, kur e ka ba Ivan Groznin, pjesën e parë, Stalini e ka dekoru personalisht. Kur e ka ba pjesën e dytë, e ka ndalu, e ka shtim burg njerë, e ju kanë kërcnu me likvidime. Dhe realisht, a i ka pësu infarkt dhe nga infarkt a i se ka marrë vetën asnjëherë mo. Njeri jo ka vdek. Një njeri që bashkë me Grifiti konsideron dy figurat më të mëdha periudhës të filmit Pazo, botnore. Këto janë relacione tepër tegra kur e bo. Dhe kur dhe shojmë nga i kanë vështrim, filmi Skënderbeu ka bredh tam botën. Absolutisht tam botën, dhe opon tam botën. Dhe vlerësue në festivalit më të mëdha të botës. Në Kanë. Në Kanë. Kështu që, ajo është film absolutisht i suksesshëm. Tjetër është logjik pse ai se ka bën një dramë personale të Skënderbeut. Ai s'ka bën dramë personale të Skënderbeut. Ka kriju një spektakël historik. Çfarë kanë qenë modele me vagona. Edhe profesori përmendi Jeanne d'Arc në atë kohë, për shembull, kanë ndodhur plot filma të tillë historik. Plot filma të tillë. Ka qenë një farë lloj mode e kohës, me ju thënë drejtën. Tashti, nëntori 2 vjen pak i vonum, nëntori 2 të bëtë 82-shën. Ko gja i vonum. Me gjithate, Shqipëria 82-shës që është përballë me problemet të mëdha sociale përveç shtrëngesave politike, nuk e ka pas atë luks që të bëj një spektakël më të madh se këtë që e ka bën. Me gjithate, kjo është një film ko gja i dimensioneve. Mos harroni, kemi të bëjmë me një regjisor prapë të shkollum në Rusi, një regjisor që ka pas personalitet, dhe një regjisor shembull që ka bërë filmin Rrugë të Bardha, që është një film i mrekullueshëm për kohë. Mirë po, prap, konteksti kohor e ka bërë punën e vet. Nuk ka mund trajtohen në atë periudhë personazhet në aspektin polivalent të personalitetit. S'ka pas shans, atëherë detyrimisht ka ekzistuar Bardha dhe Zeza. Dhe vetëm mrena këtyne 2 binarve ku mund të ecë, gjithë armisht, ose do më thonë ata që s'kanë qenë me partin, ose që s'kanë qenë përparimtar, a dhëtar, kanë qenë të këqi, dhe gjithë këta tjertë kanë qenë të mirë, ka që mes nuk ka pas. Në kuadrët kësaj logjike, me gjithate a është një film i akseptushëm. A i film me gjithate ka bë punën e vetë, ka bë jetën e vetë, ka kriju një farë lloj shkolle elementare të historisë për shembull. Gjeneratat tona janë identifiku, kanë mësue se Shqipëria që ka shliru më 1912 dhe Ismail Qemali pas ka ngritë flamurin, ku kanë ardhur me vonesë edhe erojtë shqiptarë të shkretit, në Kosovën e Djegun,
nuk u tha një fakt për shembull që sekvencat për Kosovën kanë qenë dikun rreth 1 orë në film. Po janë... Dhe janë heq, janë cenzuru. Po. Kërkush nuk e tha që janë cenzuru. Jo që janë cenzuruar, po vetë regjisori, u kam lexuar një intervistë gjatë që ka bërë False Ndërprest, Viktor Gjika. po jo që janë cenzuruar, por ata materialve nuk ekzistojnë më. I kanë ndjek, se unë e kam Janë pas... zhdukur ata material. Unë e kam pas bekë, mu ma ka thonë personalisht, jo e këni lexuar në intervistë, po, mu ma ka thonë personalisht. Janë është djeg negativi. Një diçka e tillë ka ndodhur ma vonë me njerin prej 10-2 rollna që i kanë shkurtuar që i kanë djeg në Beograd. Është e tmerrshme. Është e tmerrshme, domethënë ai ka qenë siklet ai njeri. Nuk është lejuar domethënë aq që të pasqyrohet film se ka ekzistuar edhe një luftë e egër derisa shpalla i gjysmë territori, si shteti i pavarur, që gjysma e territorit tjetër ka në tun gjak. Nuk është guxu të thuhet. Nuk është, s'ka qenë e dëshirueshme. Madje mos harroni se ajo ka qenë prap një periudhë kryengritjes Kosovës, se ka qenë 81 në Kosovë. Po. Kuptoni? Kështu që gjithherë këta 2 filma duhet të trajtojmë këtë kanë vështrim. Ne folëm asandaj për zhveshjen e miteve, zhveshjen e figurave historike, ose trajtimin e figurave historike si Braveheart, që jo tha Zymber. Aja tjetër muhabet është. Ata janë filma komot, të bëm thjesht janë filma autorial. Të bëm me shumë para, që su mungon asnjë gjë, për një qëllim, Pa cenzuruar kanë qenë. Jo të pa cenzurum, po për shkak një dramës të fuqishme, të krijuar nga një ekip njerëzve majave të pendave botnore, majave të kinematografisë botnore. Dhe ajo është krejt logjik tjetër, natyrisht krejt logjik tjetër që nuk mund të krahasojmë as me filmat historik rus, as më pak me filmat historik shqiptar. Po. Jo, duhet të them këtë se mund të krijohet një huti. Në asnjë sekond, unë nuk jam ka flas kundër filmit as Skënderbeu, as filmi Nëntori 2, për kohën kur kanë kriju. Unë gjatë tankos po flas si duhet punohen filmat për personazhe historike dhe për ngjarje historike në kohën e sotme. Nga kjo logjik, unë e po nisem për kësaj se duhet krijojmë vepra të lirohem nga koncepti i paraqitjes bardhëzi. Unë në qëse e bëni juve profesor, në qëse sot do të ishte tajtu për shembull figura Skënderbeut ose Ismail Qemalit. A do të kishte qenë një figurë këtë tjetër nga ajo çfarë ne do të kishte qenë një njeri. Ky nuk është njeri Skënderbeu në këtë film. Ky është një pris qysh do të donte ta ketë secili, nuk ka elemente. Është imitizum? Natyrisht. Krejt është mit për te. Çdo gjë që lidhet me te është mit. E tash, jon armisht e tij, Venediku, Turqia, jonë të kariku si karikatura, jonë zgjedhë aktorë. Ajo, në esencë, as nuk kanë qenë ata të Venedikut, atil çfarë i ka paraqit, autori. Për arsye se ku Venediku ka pas pjesën komplet, ka pas komplet pjesën detare të Shqipërisë. Do më thonë, s'po njët është planin fakteve historike, por është të vërtet se intensat ka qenë që duhet qështu të thuhet. Jo, mire tha, këtu duhet të ndalim edhe fakti historike, profesor. Se në momenti që nuk thumë fakti historike, atër ndikon edhe në shtrëmbrimin e ngjarjes, por edhe të figurave. Faktet historike. Fakti historik është se Adem Jashari, që është figurë historike, është fliu me krejt familjen. Nëse ti e bën një film për këte, vetëm si të atil, nuk kuptohet në atë mënyrë se do doja të kuptohet ajo figurë. Do doja që kur bëhet film për një figurë si që është madhore për mua, Adem Jashari dhe familja ti, ty mrena dhe ta shikojmë nëse e shikojmë edhe atë pjesën që faktikisht i ka parapri që ati aktit final, ju japim një dimenzion ma tepër. Me vetë faktin që familja Jashari, po e marim si shembull për arsye se personalitet shumë i fuqishëm historik, edhe është aktual. Edhe është aktual, e tash ata kanë xhiru materiale kur janë dalë me shetit, kur janë kthyer në shtëpi, kur i kanë varë teshat. Shtrohet pyetja pse i kanë bërë këto xhirime. Kombindje se ata kanë qenë bindur se ato xhirime do të flasin për atë kohë të cilën ata po jetojnë, të bindur se do të flijohen. Flijimi ka jetu me ta. E nga kjo logjik ju jep aty në një dimenzion tjetër. Unë nuk e di kush i ka xhiru, kush ka qenë xhirusi.
që i ka gjiru ata filma. Do më thonë, kur merresh ti me gjirusin, do të bëja film për gjirusin, jo për Adem Jasharin, do të dilte Adem Jashari shumë i fuqishëm, se sa kështu, se edhe Skënderbeu, edhe gjitha figurat madhore të historisë janë të frikshme. Unë do doja të janë figurat që do t'i doj njeriu. Pse janë të frikshme, profesor? Janë të frikshme, pse janë të frikshme? Për arsye se i kanë gjitha ato që ne nuk i kemi njerëz të thjeshtë. Edhe pikrisht pse ne nuk i kemi njerëz të thjeshtë. Çfarë kanë ata që nuk kanë njeriu thjesht? Që profesori e historisë mund na shpjegoj. Postoj temën profesorit dhe ka tjetër ndeshë me thënë diçka tjetër para se më këti këtu te personazhet që apo ngjarjet. Nga nëse zgabojmë në statistikë, nga 300 filmat parafërsisht që ka prodhuar Kino Studia Shqipëria ose kohë dhe Alba Filmi nga 1996, shumica e filmave kanë të bëjnë me ngjarje që trajtohen në total më shumë se gjysma kanë të bëjnë me luftën e dytë botërore dhe periudhën mbrapa luftës së dytë botërore, të njeriu të ri, ta quajmë kështu. Disa filma që kapin ngjarjet historike të periudhës të shtetit Osman, për ngjarjet e vitit 1910-12, siç është filmi Flaka e Maleve, apo ngjarja që zhvillohen në jug, që është një film për mendimin tim që më ngjall emocion, se në asnjë film tjetër të prodhimit shqiptar të Shqipërisë nuk ka ndonjë film ku del karakteri i vërtet i një malsori tipik ashtu që e njohim ne edhe nga tradita, sikurse te Flaka e Maleve, për mendimin tim, më ngjall emocion. Apo filmi për shembull që ka të bëjë me di personazh historik si është Çerçizi dhe Bajo Topulli, Çerçizi dhe Bajo thash, që filmi Ja vdekja e liri, mandej filmi për Mosënjtoria për shembull, që portretizohet dhe idealizohet roli i gruas në përhapjen e arsimit shqip në periudhën, apo filmi tjetër Udha e shkronjave, nuk mund ta mohojsh të gjitha ato Udha e shkronjave. Këta filma që në total nuk janë as 10, megjithatë janë shumë më real më duke mu për një ngjarje që paraqesen atë kohë, vështirësitë për me përhap dijen dhe rezistencën përballë shtetit Osman të kohës, më duket janë më realisht. Filma që kanë të bëjnë me luftën e dytë botërore, ku paraqitet portreti një partizanit, si në Shqipëri, si në Kosovë që kolegu ka bërë në 5 vazhdime kur pranvera vonohet me një buxhet që mund të rrugë kolosal të asaj kohe, portretizohet shumë partizani aty. Dhe logjika e individit që njeh pak, vjen në përfundim që njeh ngjarjen historike ose logjika e kalkulimit thjesht i tij nuk e beson që mund të jetë komplet ashtu që një njerit mund të sfidojë 100 ose 50 kundërshtar. Dhe kategoria e tretë e filmave që ka të bëjnë me njeriu i ri socialist, ku portreti i njeriut është i pagabushëm, ai është autokritik i madh, ai nuk gëzon me radhë ndesh me partinë, ai është model, etj etj. Janë gjëra që unë desha të them në kontekstin historik kur e përmendet profesori. Çfarë kanë ata njerëz që profesori po thotë njeriu i sot i frigohet aty në figurave? Çka kanë ata njerëz? Shumë të thjeshtë që të gjithë kemi pa ata filmat edhe në përmes programit që riproduktojnë ata filmat shohim s'kan. Ata nuk bëjnë dashuri. Ata nuk vrasin dikant, kështu që vrasin për njërin e ry, ai bën jetë ekstreme. Asket është. Asket të thjesht, drejtuesi i partisë është i pagabushëm aty, punëtori thjesht. Po flasim për filmin të Skënderbeu për shembull. Jo, të fol jo për Skënderbeu, për figurën historike, fola për kategorinë e fundit të njeriu të ri, të periudhës socialiste në Shqipëri dhe këtu te ne. Të Skënderbeu kemi konsumuar besoj bisedën, e kemi thënë para 2 vitesh, edhe kemi qenë shumë radikal në mendime, dhe kemi qelluar besoj, s'kam më këtu më. Jo, unë në atë kohë do doja ta ripërsëris atë mos pajtim që kam pas me profesorin. Unë mendoj edhe sot, tema Skënderbeut nuk është e zauru. Tema Skënderbeut vlen të punohet edhe sot nga një pikë veshtrim tjetër dhe t'i ofrohet botës një film. A realizohet, si thatë ke qenë optimist. Optimizmi faktikisht e ma njeriu. Unë nuk pretendoj se kom mundësi ta finansoj apo ta bëj një film të tillë, por jam shumë i bindur se nëse bëhen filma për prisa, ti ke filmin 300 për Leonidin, që është Spartanet. Spartanet. Mbreti Spartan, Leonida. Po, e tash, Teo Leonidi është pavarësisht që aty paraqitet i vret faktikisht gjysën e ushtarëve pers,
Filmi është kritikuar, nëse jam gabim se jeni ma profesionist. Filmi ka marrë shumë kritika. Filmi është prodhim politike që po jo, unë du të theme një gjase, edhe në atë film, profesor, edhe në atë film e kemi Leonidën që qënë dashuri. Edhe filmi për Aleksandrin e Madh është kritikuar. Jo, po flasë për Leonidin, e paraqesim Leonidin që qënë dashuri, o njeri i gjallë. Filmi për Aleksandrin e Madh është cenzuruar, lutëm, komplet skena në kinematografi. Unë s'po flasë për Disa vende është cenzuruar, jo në gjithë vendet. Në Greqi. Në Greqi është cenzuruar. Po nista për asaj se... Po pse është cenzuruar? Është cenzuruar Oliver Stone ka dashur ta paraqes ma tepër si njeri këtë. Edhe në atë moment, ne ende jetojmë në mite. Dhe nëse dikush na prek atë mit, ne nuk durojmë, për arsye se po na prek integritetin ton personal. Unë me doja që arti duhet t'i kaloj ato, t'i kaloj për te mitit dhe faktikisht personazhet mitike ti lëshojnë tokë. Në atë moment kur i lëshon tokë personazhet. A do thotë që shoqëritë nuk janë të gatshme që të pajtohen me këto, këtë rast për shembull grekat që kanë cenzuruar. Po dëgjoj, nëse një popull jeton në mite, ti e ke bje fjala Macedonasit i kanë Republika Macedonisë i ka vjedh mitet e tjerve për arsye se s'ka pas mitologjit vetën, edhe ka dash ta krijoj i nevojitet një popullit një mit mbi cilin do të qëndroj. E unë doja që popullin të mos jetoj në mite, po të jetoj në një realitet që e krijon me punë dhe me mend. Se deri sot na qeverisin mitet, ne nuk arrim kurkun. Nga kjo logjik, doja që... Me gjithë të popit jetojnë nga mitet dhe ushqejnë nga mitet. Ushqej është një bazament mi cilin qëndrojnë ata. Po veç tendencat për mi qmitizu këto, do thot, po hasin probleme çdo shoqëri, zoti Bexheti. Si në rasin e, për shembull, të Aleksandrit Madh. Ti pyete për Aleksandrin e Madh, se shoku dhe mbdhome dhe kërkon ta përshmendime që këtë s'po flasim, po të themu. Natyrisht se bota greke, me gjithë frymën liberale që mund ta ketë, është ndikuar shumë nga shpirti ortodoks. Shoqëria greke nuk ka shoqëri që është ndikuar më shumë nga religioni gati se sa shoqëria greke. Dhe natyrisht, një personazh si Aleksandri i Madh, një personazh që është bartës i kulturës helene, gjithandej mesdheut dhe të tjetë deri në kufit e Indis. Dhe prezantohet si homoseksual. Të prezantohet si dylber ati, apo si thush ti homoseksual, natyrisht se e marrën për fyrje ato. Po, ka qenë modë, personazhet asaj kohës në antik, kanë qenë të tillë. Filozoft. Po, da. Bota antike greke ka qenë e tillë. Profesor, me qemi të figura Aleksandrit Madh. Është trajtuar realisht nga Oliver Stone? Është një qasje. Në këtë rast, kemi të bëjmë tash e këthejmë të ka diskutimi artistik. Është shmitizu Aleksandri Madh? Ta shiko, natyrisht që ne, e tha profesori, do të thotë kjo puna shmitizimit gjithsesi nga njerë bartët dhe pasojat, sepse ne jetojmë atë ngarkesën i kujt ky hera dhe pse po preket ky hera. Shikon, njeriu ata shikon prej atij kandit, e pranon si të tillë ose se pranon si të tillë, do të thotë kur e sheh. Në këtë rast unë nuk e paragjykoj pse e ka paraqit si të tillë. Do të nëse unë Qëse një historia ashtu. Po këtu ne po duket pak po ngatrohemi, sepse po ngatrohemi historinë dhe trajtimin historik të personazhit, që është në diçka tjetër. Në këtë rast shiko, e tha profesori Bexheti, tha këtë pjesën e filmave para luftës së dytë botërore dhe atë partizanin kryelar gjithmonë. Po këtu kemi një problem. Unë prap nuk du të kesh kuptohem, se dha profesori Ekrem, që ne unë nuk po dalë të kundër aty në qka është bo, pse më bo këta filma, halal kush i ka bo. Po problemi tash ne shikojmë për këndë vështrimit sot. Dhe është një problem, asë një për këtyre personazheve nuk ka dobësi. Kushtimisht, asë një s'ka dilema. Po, atëra po dalin këta të njëjtë, sikur se që kemi atë mitin e udhëhecit, po marrim në kohën kur janë boten Enver Hoxha ose që Stalini atje, sepse ata nuk kanë të meta, ky është heroj, ky është udhëheci. Ata njerëz që këtu kanë rrugtimin tek nëndori i dytë që shkojnë ta shpallin pavarësinë, asnjë s'ka frikur, asnjë nuk paraqet ndonjë dilemë. Dhe profesori tha shumë mirë, figura. Dhe ky është problemi, që fëmia nesër do të thonë po mirë, po nuk mësu prej historisë. Ky është problemi prej filmit të mësu historinë. Ky është problemi që barë tash në këtë rast një artist ka shqit dhanave historike. Ta shikat do t'i përmbajnë gjithë dhanave historike. Po t'i përmbajnë gjithë dhanave historike, filmi do të gjatë 5 vjetë, të Skënderbeu. Po. Arti, e në kuptat, atë gëdhendjen të marrë një moment... Shkëputje nga historia e një
Një moment caktu, ku ne mund të njohim atë karakter me gjithë kompleksitetin e ti, ti njohim atë rrethana me atë kompleksitet, dhe nëse, në fillim po thëmë prapë, hyni njeri cili duket i pamposhtur, kjo përdoret në filmat aksion apo sportive. Kjo ka ndodhur te Aleksandri i Madh, domethënë janë marrë edhe ato drejtëhet që përmend profesori. Janë marrë edhe anën pozitive, po dhe pjesë të tjera se ka qenë njeri. Shiko, tash ndoshta këtu pak është tepru dhe kjo shfaq reagimin, sepse përveç asaj që pse është teprim nëse historia e njeh ashtu domethënë. Jo për mua. Kuptimin jo për ne në këtë rast, po tek greket, po ata kanë reaguar sepse kanë dashur që të mbetet ai i cili është mësuar në po marrim në mitikën e tyre, po edhe nuk dojnë me prek matutje. Sepse kanë si një, si me thanë, një vlerë të tillë që thirrën ta, diskutabile aty në jo, po problemi është ata thirrën ta dhe nuk dojnë fare me prekët. Ndodh agim edhe tek shoqëria jonë ose do t'ja kishim qitur edhe këto dritë hijet tjera, ose hijet do t'ja kishim qitur këtyre personazheve. A do kishte reaguar shoqëria jonë? Jo, nuk e besoj, madje u diskutue tema, a është zaurue, shambull, filmi historik të ne, ose personalitetet historike. Po edhe Skënderbeu, për shambull, ne kemi figura tjera shumë interesante për trajtim kinematografik, shambull Ali Pashte Pelena, që është një personalitet jashtëzakonisht kompleks. Me shumë interesant. Me gjitha ngjyrat e Ylberit që po dhe të kremi, absolutisht. Dhe do të ishte interesant, jo vetëm për periudhën historike kur ai ka vepruar dhe për bamat e dëgjbamat e tij, po me siguri edhe për botën. Dhe pikërisht këtu tashi dalim të ky raporti, shambull, ai ka pas do raporte me Bajronin, ka pas për shembull, që ka pas Leka i Madh ka pas sigurisht. Tashi tjetër është se ka shumë edhe një histori spekulime, ka shumë edhe histori të përvetësume, ka shumë, sidomos Ballkani është një konglomerat gati pa kufi, dhe nga shumë kush ka marrë e ka dhënë. Prandaj faktet historike flasin edhe të kundërtën, që Leka i Madh ka qenë shqiptar i lirë, nuk ka qenë fare grek. Tashti, po grekët e kanë përvetësu, ka qenë kulturë kontinuitet, kurse ne gati një 900 vjetë... Macedonët e sotën? Apo një 900 vjetë kemi, do me dhane kemi një zbrasi, një terrë atje historik, që ka shkëput gjithë shka. Kisha me qytë kushtimisht. Prandaj, Oliver Stone, ma në fund të funit, e ka ba një film të vetin. Gjdo film është një botë subjektive autorit që e kryon. Dhe aja të mrana investon një pjesë shpirtit vetë, botë kuptimeve të veta, të kulturës vetë, e tjera. Prandaj nuk mund të gjykohet, pavarësisht edhe atëhere, kur pretendon që t'ju përmbahet të vërtetave rekonstruimit maksimal të historisë, edhe atëhere është subjektiv. Me vetë faktin e përzgjedhjes ngjarjes, të kohës, të objekteve, të raporteve, ato të kande, edhe të kande të gjirimit, madje që po thotë e kremi ose parametrave të madhësisë, krijon një botë vetën subjektive dhe nuk mund të gjykohet ajo, mund të gjykohet si rezultat përfundimtar. Komunikon që ta Zymberi të rrëmben ai film, identifikohesh me te, thot diçka se s'thot asnjë gjë. Kaq. Po. Profesor, unë sërish po duhet ndalem te Aleksandri i Madh, sepse megjithatë është një figurë kogja e madhe historike, një figurë që është trajtuar, domethënë, në kinematografi dhe në këtë formën që ka ardhur, domethënë, është kritikuar. Në qoftë se Skënderbeu do të ishte prezantuar, domethënë, me këto edhe anët negative që ka pasur. Prodhim të Hollywoodit do shtosh. Prodhim të Hollywoodit, po. Si do kishin bërë ato? Si ata e kishin prezantuar realisht Skënderbeun? Si do të ishte dukur Skënderbeu realisht? Masa teknologjia dhe kështë lecu pak punën e gjithë këtire mira e njerëzve se skena masive. Kanë bërë me këtë skenet masive, goxha vështirë me i ba, i pon teknologjia. Jo, po flasë për personalitetin e Skënderbeut, si të ishtë duk. Në aty se të kështë dhe një aktor ma me trup të hodhë gjatë, jo kështu trashallu që është në këtë film, pa e umbër vlerat e filmit. Si e një historia? Nuk e një kështu historia? Pa e këtu është shumë ma i mbushër, ma i hollë ka qenë. Ma i hollë ka qenë, i gjatë ka qenë. Jam mos i sigurt që në një projekt sot, ashtë kështë imaginara që themi ne, që raportet, që tha dhe kolegu, që raportet e Skënderbeut me Venedikon nuk do ishin pasur skena me zgërdhime,
Ati do kështë këtje shumë ma serioze dhe politikanët dhe emisarët klerikët Venedikas dëshim paraqitur shumë me dignitet ati dhe dëshim paraqitur që Venediku e ndihmon Skënderbeu. Sa tha më shprodhimi kohës dhe filmi është bërë në kohën e luftës ftoft, gjithë shka që nuk është për të Adriatikut është perëndimore, është imperialistëm dhe ashtu pra, si do duke është kështu. Hajde ta zhveshim Skënderbeun, ta prezentojmë ashtu siç ka qenë. Jo ta zhveshim, ta veshim me elemente njerëzore. Jo, ta zhveshim nga kjo si është realizuar, domethënë në kohën e komunizmit e kam fjalën. Mos të keq kuptohemi. Kuvendi i Lezhës do ishte paraqitur këtë mandrishe, ma me vështërsi për të lidhur ai kuvend. Raportet e Skënderbeut do paraqiteshin me princat ballkanik shumë mandrishe dhe ma shumë vend do kishin zërë. Raportet e ti me gruan e ti do këshin zonë shumë ma shumë vend për me i dhanë dimenzion njerëzor dhe ma real. Dhe qka tjetër? Edhe gruja ishtë dashtë të qenë ma figur që nuk është në film fare. Gruja ishtë dashtë të qenë... ditë sultani ose do ishe paraqitur mandrishe dhe... Betejat, profesor, cilat i shojmë film? Betejat vazhdimisht fund e kri është betej filmi. Filmi është shumë beteja luft gjithandej, nga Kruja deri në det, nga Berati në fushat e Shkodës, gjithandej ka lufta filmi, nuk e di sa do kështë, kjo është imaginare të lutëm, por gjithsesi që do ishe partit mandrishe. Po, Shika, kjo puna, si do të ishte paraqit kjo pyetje në këtë rast, se cilin nga ne do të thënë në një mënyrë tjetër. Na po ta bënim jo, në kontekstin e fakteve historike kam fjalën. Po tash varet cilat fakte ne konsiderojmë më të rëndësishme në këtë rast. Po, është historian, prandaj edhe pyetem. Po, cilat po shikoj, ndoshta unë marr Çka është për mua e rëndësishme për këtë mund të mos më qenë. Artistikisht mundet mos më qenë, edhe kjo është këtë relative në këtë rast. Po ajo që i mungon në këtë rast, që duhet po insistojmë gjatë gjithë kohës është që mungon ana njerëzore. Sepse kur ngritet dikush në një nivel shumë lart dhe nuk komunikon me njerëz, a do të thotë ngritet në nivel një perëndie dhe si i tillë pranohet edhe po mos taj bukë edhe po ti si më thotë ti refuzoj këtë elemente që e bën njeri dhe njeriu nuk komunikon me ta ose ai nuk komunikon me njeriu në këtë rast. Thotë në kinematografi edhe robotet më të avancuar tregojnë barceleta banale. Çfarë do të thotë kjo? Nëse mos i shkputni deri në atë masë ata mos me komuniku sepse njeriu s'ndin kur gjë për ta. Ne kur kemi të bëjmë dhe me, si më thonë, luftën mes dy alienëve, anojmë ka ata alienë cilët kanë karaktere më të parafërta me neve, do të thotë në aspektin e ndihmërisë, qoftë edhe anës fizike. Dhe në këtë rast, unë nuk do ta hudh komplet poshtë, por thuhet njeriu në filmi man diku një 7 karaktere dhe disa skena ma kyçe. Këtu duket se secila skenë në start Skënderbeu ngritet lart dhe vazhdon në një vit të tillë, si më thonë, horizontale dhe ne nuk mund më të komunikojmë me ta. Një moment me popullin, ai ushtare që mund të krahun ai bariu. Na infrashi që lumë. Po, do të shiko, po, ajo pozicion në këtë rast, prap nuk e bën në komunikimin, shiko, s'pam se Skënderbeu nuk flet me popullin. Po, nuk sfidohet në situata që do të sfidojë njeriu. Kjo është problemi për edhe kjo që ja them dorën, ai ka qëllimin se komunizmi ka dalë nga gjiri i popullit. Ka dalë nga gjiri i popullit, se popullin s'mund ta mund askush. Nga kjo logji, çdo skenë. Jo du me ta bo një pyetje direkte. Filmi Kur pranvera vonohet, nëse e kështë bërë sot, jam shumë kurios, çka kështë ndryshuar të filmi Kur pranvera vonohet? S'kishtë ndryshuar asgjë. Hiç? Ja, jonë figurat shumë njerëzore. Shumë njerëzore jonë punu. Armiqtë e popullit atë si kështë paraqit? Armiqtë e popullit i kisha paraqit. A i kështë vra ta ballista, se ke masakruar ti krejt. Qyra i kisha vra. Këti ke vra. Mas pari... Po nacionalista më të Nigjo, unë e fola për skenarin. Fillim thash skenari fillon. Në skenar unë s'ko mund të ndroj skenarin. Ke masakru të gjithët. Po i ko masakru, o shkru ashtu. Nëse o shkru skenari që duhet vriten, unë i kom vrata, po i kom qitë edhe komunistin, që... Me parat, një pyetje tjetër, me parat Kur pranvera vonohet, a kështë mund në atë kohë, nëse i konvertojmë në euro ose në valutë serioze, a dhe kështë mund të bësh një film sot goxha serios, për shembull epokën para Gjigjit, a kështë mund të bësh film? Qysh jo. Me sa të lek?
Jo, më ta lek, pa ta lek kanë qenë për jo një epokë, po t'i bëjnë një 10 epokë. Shka bugjeti, profesor? Bugjeti i madh ka qenë. Për afërsisht sot sa i bjen? 1 milion euro i bjen sot? Qëfare, ma tepër se 1 milion. Ma shumë se 1 milion euro. Ma shumë se 1 milion ka qenë. Ka mund të bëjë filme për masat Hollywoodit. Jo, një gjo, për masat Hollywoodit jo shpunu se skena... Jo, të Hollywoodit veshte film evropian, me për masat film evropian. Merën vesh, sa i përket skenave masive, ka pas e kom pas afertrimi vetën skenë. Do më thonë, ka pas skena finale. Dhe pikrisht, po, personazhi kryesor ka qenë, pavarësisht që i është referu Fadil Hoxhës, faktikisht në film me Hadisheu si aktor, aja ka lujtë në mënyrë shumë njerëzore. Do më thonë, qasja aktoriale ka qenë në mënyrë shumë njerëzore. Në kuadrët e prapëm ka një mund këtu skenari i Azem Shkrelit edhe i Ymer Shkrelit, për arsye se ata kanë shkru një skenar njerëzor, po shumë poetik. E o dasht poezin ta nxjerrin në fotografi sa është e mundur ma tepër. Kështu që, thëmë drejten, një filmi, kur Pranvera vonohet, ka qenë filmi kushtushëm, por une, kur kom nisë me gjiru filmin, e kom gjiru filmin me 1/4 e bugjetit, se 3/4 e bugjetit kanë shku para se të filloj gjirimi filmit. Dhe kështu që në ato, une me 1/4 e kom punu, që ashtu që e kom punu në shumë komode. Kom pas 3 asistent, kom pas një ekip shumë të madhe, për në atë ko, faktikisht si që punohen gjithë filmat. Por, ka kanë shku ato lek? A kështë ndryshuar, nëse kështë bërë dhe njerë filmin? Po flitet për temën, se me që A nëse kështë bërë filmin, a kështë ndryshuar sot? Skenari, një gjë, hejtë po nisem. Filmi, unë kom qenë regjisor. Unë jo mundu me ju udheq aktorët në kuadrë të njerëzis interpretimit. S'ko mund të ndroj skenarin, se s'ka qenë skenari im. A për kuptan? Nëse do të bëja një film, tjetë Ekrem Kryziu skenarist, apo Zymer Kelmendi skenarist, me cilin unë do të punoja, atëre, a i film do të duke, krejt në ryshet do të duke. Për arsye se, unë e komarë dhe në fund, e komarë bile, basi po lyp me të folë detale lidhur me atë film. Jo, me marëm si shembol, me që trajtuar kinematografinë, shqiptarën Shqipëri, deshëm marëm një shembol, që një nga filmit me kosto shumë të lartë, profesor, në tonin tuaj po njej një animozitet. Jo, të lutëm me pata pasherë, sinqerisht e kam deshta me marrë dhe një shembol, një model, një sot e bërë një film nëse periude. Ju e patit pasherë, edhe unë e pasherë po ju tregoj, se 3/4 të filmit e bugjetit janë harxhu para se ta filloj filmin. Për arsye se ka qenë aty dikush tjetër i involvuar, s'po hyj tash të më shpjegoj historikun kur e kam marrë unë filmin. Unë e kam marrë filmin 15 ditë para se ta bëj klapën e parë. Edhe kom thonë, qëre, unë duhet ta shkruaj librin e xhirimit në mos. Më shton, libri i xhirimit është i shkruar. E libri i xhirimit nuk ka qenë kurrë i shkruar, se ka qenë qëllimi me mvumun Grack, me hupun në atë material. Unë po pyes një pyetje tjetër. Për pyes zotin Sopi, çka kishte ndryshuar tek nëntori i dytë? Si do të ish dashur të trajtohet? Jo, është tepër kjo pyetje ti bëhet i krijues, se ky është në kontekstin tjetër, unë jam ndjeshmëri tjetër. S'mund thosh ka ti kishe bë, kish bë film tjetër, gjë normale. Jo, çfarë çasti do të kishte dhënë? A kish trajtuar më shumë figurën e Ismail Qemalit? Po ti janë një filmat e Agimit. E pa të një profesor. Sigurisht. Sigurisht pa. Shë një film tim. Po sigurisht. Po, jo, mos të kesh kuptohemi, mos kesh kuptohemi. Është shumë e rëndësishme se si prezantohet një figurë historike me fakte të bazuar në fakte historike, në atë kontekstin e kam. Sa ka qenë fakte historike në nëntorin e dytë, një zot e din. Nuk ka qenë fakte. Shumë fakte nuk kanë qenë historike. Po mundohem që sa profesor... Po jo, profesor, e din fort mirë që nuk kanë qenë faktet historike të paraqitura. Po, veç pak, një fakt, ja për shembull, që po bën pyetje direkte e shoh se do përgjigje po t'i japim. E peti balkonin aty? Balkoni s'ka qenë atë shtëpi. Shtëpia, kur është fal pavarësisht ka pas balkon, ka pas balkon. E dita, flamurin që shihni ju. Nuk është flamuri. Po flamuri është flamuri kur është ka disa teza për flamurin. Se kemi me serzitet tani. Po. Shpallja e pavarësisë është goxha komplekse.
s'ka qenë as flamuri gati, s'ka qenë as harta gati, dhe s'ka qenë as deklarata e gjatë e bërë gati. Gjithë shka është në rëmuj e bërë. Këtë e thonë edhe aktorët dhe pjesëmarrësit e ati kongresit të famshëm, që kanë marrë pjesë, që kanë lënë kujtimet e tije. Mirë po filmi është bërë, të lutem, filmi është bërë për një publik shumë të gjerë, për me përcjellë që është ngjarja më e madhe e shqiptarëve deri te shpallja e pavarësisë Kosovës. Dhe filmi i ka shërbi një kompetitor. Edhe është pik diçka që s'ka qenë, por në shërbim të asaj që i duhet dhe të ushqet. A ka ekzistuar Marigona? Jo. Jo, ka ekzistuar si personazh. Filmi është bërë Flamuri se ka bërë. Flamuri është bërë pak më vonë, ka ekzistuar si personazh historik. Pa e ka bërë Flamuri që ta... Jo, atë Flamuri Ismail Qemal, se Flamuri Ismail Qemal është marrë nga sanduku i Qerembej Vlorës. Pikrisht për këto, tani unë i mora përgjigjet cilat po i kërkoj që sa, profesor. Po jo, në pyetjen e merr përgjigjen e saktë. Po, nëse do të bëni ato që tash po kalojë te pyetja tjetër, që ja bëna zoti Sopi, a do t'i dashur të prezantohet ashtu siç ka qenë? Po gjë normale. Kjo puna te prezantimi si ka qenë ekziston një zhanër tjetër është dokumentari. Dokumentari. Do thotë sepse insistimi siç ka qenë, gjithsesi atëherë artistin film artistik nuk mund të shfaqen. Jo, mund të shikon, më nuk më ka ndodhur ndonjë rast ku shkruan, po e marrim tek filmat bazuar në ngjarje në personazhe të vërteta ku thuhet kjo ngjarje është 100% e vërtetë. Bazohet në personazhe të vërteta, ngjarje të disa momente për qëllime artistike, dramatike ndru, do thotë, atëherë ne japet hapësira krijuese që t'jap edhe fjalën e tij në nivelin artistik. Dhe natyrisht krijoj besueshmëri. Dhe asnjëherë mos ta gënjej shikuesi me diçka që realisht s'ka ekzistuar. Po jo të gjitha faktet historike të kuptohemi, qoftë edhe për një moment, apo për momentin datës 28, që fillon gjithçka 25, më korrigjon profesori, do të edhe në Durrës, ne e dim se s'është prit atje mirë, pastaj atë shtegtimin e tij deri në Vlorë. Ka momente. Tani kjo çështja është se ku i ka interesu skenaristit dhe regjisorit të paraqes. Kjo anon. Unë sa kam mos ngatronat në produksion edhe të dy regjisorëve këtu, edhe si qasje regjizoriale anon ka ona dokumentare, do nuk kemi ndonjë perspektivë të veçantë të xhirimit këtu që na thotë se ky është një film me vlera lartë artistike. Po shiko, publiku shqiptar ka përqafuar mirë. Nëntori ditë nuk ka shikues shqiptar që nuk e ka përqafuar mirë. Meqenëse s'ka pas asnjë tjetër, kur s'ka shumë është një, themi s'ka syki. E qartë. Kjo është problemi, që ne nuk kemi me po ditëra filma për një problematik të caktuar. Populli e don ato që me pa ato që ka qef me. Është më miri. Me çfarë prezantohet më miri. Është një moment interesant, mos të marr shumë kohë, po tek skenaristët duket kanë herën shumë prirën tek ajo tek ngjarjet dhe tek momentet historike, tek personazhet historike nga se duken si të gatshme. Po pikërisht desha të pyes me çeni edhe skenarist profesionist. Një rist marr me veten në këtë rast. Kur tha që këtu personazh nuk janë ndërtuar, a do thotë që filmi ka probleme me skenar? Shiko, vetë fakti që e lund dikush tjetër s'është Ismail Qemali vërtet, këto realisht janë të ndërtuara. Problemi është që janë të ndërtuara ma tepër vetëm në, si thosh, në një lloj niveli të sheshtë asaj që ka realisht është lexu. Nuk është hy ma tepër në thellësinë e këtyre personazheve. Tani po shkojnë në një nivel ekstrem. Shikoni në shumicën e filma nuk është pashmangshme ajo që heroi edhe ka krizat, edhe momentet, edhe kur qanë, po e marrëm sepse është njeri. Dhe në këtë rast, prisi i tillë, i cili nuk ul kokën para asnjë sfide dhe din fundin qend start filmit, atëherë ti ke të bësh me një figurë e cila i ka konvenuar dikujt të paraqitet si e tillë. Unë nuk po flas për momentin historik, po flas për anën artistike të kësaj. Kur jemi tek skenari, skenaristët nganjëherë joshën shumë tek ajo që të bëjnë një personazh historik apo një ngjarje historike, sepse duket që kanë diçka të gatshme. Por kur kemi të bëjmë tek ata skenaristë me përvojë, duket që hasin një problem diçka tjetër, sepse momenti që afrohet regjisorit, thot problemi është ky. Kjo kërkon më tepër mundësi si ma kërkesa për realizimin. Është shumë e vërtetë. Po marrë vetëm para viteve të para luftës, ndron gjithçka, skenografia, kostumografia, e mos flasim për filmat e mahershëm që kanë një kosto shumë të lartë. Pastaj ekziston problemi tjetër, leja. Kujt do t'i marrësh leje ti ta bësh atë skenar?
Nëse ekziston si libër i shkruar, do ta marrësh të lejen tek autori dhe të thotë që mirë merre këtë drejt që ti bën këtë skenar. Problemi është që tek historinë e mëavonshme ne do të marrim leje prej secilit prej një familjarëve të nësaj nuk është gjallë gjithsesi po flas në karakteri historik në këtë rast personazhi historik dhe bartet edhe problemi tjetër. Dikush ka me dalë me thonë mirë po s'ka qenë bashkë kështu se unë kum qenë pjesëmarrës. Do të kjo është arsyeja që thuhet edhe sot pse s'po bëhet film për një figurë historike. Do shta do të distancë kohore me pas për të realizuar një film historik. Don distancë dhe don investim shumë të madh. Edhe investim shumë të madh, sepse rreziku që bartet në një moment i caktuar historik kur bëhet në film rreziku më i madh është improvizimi, sepse mbetet as fakt historik, as realizim artistik. Dhe si e tillë bjen komplet. Një vlerësim vogël mund ta bëj? Një nga sfidat më të mëdha që del vetë pikërisht te personi që ka mbyllit rolin, edhe është aktori. Aktori duhet të jetojë me ngjarjen. Ta asimilojë komplet. Jo, cili do të ishte profesor edhe kontributi historian në këtë aspekt. Më fal, më vjen shumë keq, po ti shef mund të ishte një skenar brillant i bëri dikujt, edhe një regjisor brillant. Mirëpo, ai që në instancë fundit duhet ta barte vetë aktori dhe se bart personazhin. Që unë mendoj që skenari do të më qenë brillant për të qenë aktori e lund ka. Skenari është shumë domethënës. Nuk po shihet emocioni fytyrat e tij. Në këtë rast, po ti mos i merr aktor tek qip, po merr aktor të mirë. Ku më gjet ata të mirët. Unë pyet a do ta bëj si do ta bëj mentorin e dytë. Zëmberi tha që ky film edhe profesori që pari me shpajtohem, ky film është dediku publikus shqiptar. Dhe publikus shqiptar e ka përqafu si t'il, si një mbamendje historike për një ngjarje të madhe. Është rrezik për një regjisor ditë sotme për mja sjell një version tjetër të Nëntori 2 në kontekstin e përqafimit. Jo, nuk është rrezik, nuk është rrezik. Dhe tash vetëm lejoni deri në fund. Po. Filmi domethënë është pëlqyer nga shqiptarët. Nuk e ka bën në një jetë ndërkombëtare, sepse pajtohet me Zymberin, nuk ka potencial që ti ka përcej kufit si një vepër arti. Pajtohet. Qysh do ta kisha bo? Unë do ta kisha bo shlirimin e Shqipnisë 1912, 28 nëntorin. Do ta kisha bo 28 nëntorin e Kosovës. Dhe ajo ngjarje s'do t'i kishte pëlqyer edhe ma tepër Evropës, s'do t'i kishte pëlqyer fare. Kjo them drejtë. Ajo gjithta që është bërë këtu domethënë. Me siguri. Sepse Kosova atëherë është lart gjak. Kështu që janë relative kujt shka i pëlqen. Njerëz në njerë nuk kanë të shef mi po. Nuk kanë të shef mi po anën e ertë ku vetë janë pjesëmarrës. Dë drejt për drejt ose indirekt. Kanë të shef me po pak botën e zbukurume. Në film janë disa skena shumë të vogla në Kosova që paraqitet. Djegja e fshatrave. Janë shumë pak ato. Janë 2 minuta. Një 2 minuta. Profesor, cili do të ishte kontributi i historianëve në këtë aspekt? Ska shpirt artistik historianët janë të ftoft me fakte dhe vetëm që ngarkojnë atë. Jo, profesor, na po flasim për shpirt artistik, por filmin e fakteve. Që që ana artistike, unë mendoj që ana artistike e bën për vete shikuesin. Ana artistike, unë sa kam lexuar nga pak që kur bën filma serios për personazh të mëdhenj apo për ngjarje të mëdha historike, nga i buxhet shumë kolosal që ndahet, ato ndajnë edhe për konsulencë historike, dhe zakonisht në titrat kur dalin aty shihet që është konsultuar XY eksperti asaj fushës, që jep disa nuanca shumë interesante që mund të marrë men nga shikuesi i filmit. Ka raste kur devijohet, domethënë, faktit historike dhe filmi kritikohet për të keq, si rastin e Trojës në fillim që përmendëm Zymber. Kur e përmend historinë, ne nuk kemi histori. Ne kemi një listë, ta quaj, një listë gjellrash, si e ka lyp Komiteti Qendror. Si histori nuk kemi. Për arsye se ne kemi aq pika të zeza. Mos po themi histori, profesor. Jo, hym për arsye se historian që tha kontributi historianëve historianët duhet ta bëjnë historinë, jo filmat. Duhet ta bëjnë historinë të nxjerrin të vërtetë. Pyetën e pat çka ka me kontribuar një historian te një film. A dini çka kontribon historiani? Nëse historiani merret me histori edhe i nxjerr të vërtetat e historisë. Se ne e kemi një histori. Po flasun, profesor. Dgjoj, nuk kemi fatkeqësisht historia jonë prezente e sotme në Shqipëri edhe në Kosovë me
pak falje, që është amnestime, të gjithë i kanë shërby sistemit dhe e kanë retushu historinë. E të mërshme është. Bisedova me një mik timi lidhur për një ngjarje, po tha, a je konsultu me historian serios? Thash, cilët janë historian serios, tregomi të lutem. Cilët janë, a që ata që i ka finansu Komiteti Qendror i Serbisë, a që ata që i ka finansu Ramon Morina, ata që i ka finansu që kë? Nuk kemi brezi i profesorit, është brez i ri, këtyne duhet ju besohet, se kë nuk e ka finansu kurkush. Ky është ai që duhet faktikisht të zbiriloj në për arkiva dhe të nxjerrë vërtetat se ne derisa nuk e kuptojmë kush kemi qenë gjatë historisë periodat caktuara, nuk mund të bëjmë filma të vërtet, bëjmë filma të rrejshëm. Edhe nga kjo logjik, si e tha Agimi, ishte dashur të bëhet se ngjarja historike ka qenë tmerri, është luftu në Kosovë, e është shpallë Shqipëria e pavarur. Kryengritje pas kryengritjeve, prej 1990 deri në 12 që në nëmbu kryengritje këtu. Dhe pikrisht, nga jo logjike, kjo do t'ishte e kishta paraqit shpallin e pavarësisë, po atëherë nga perspektiva e Kosovës, kjo kishtë me tinglu krejtësisht ndryshe, ishtë duk pak si fars. Ishtë duk pak si fars. Po mirë, farsat faktikisht... Por fakta ka qenë reale, profesor. Po fars nga jo që është harru një pjesë. Pse është harru një pjesë për arsye se fuqitë e mëdha kanë vendosur ashtu. Dhe fuqitë e mëdha e kanë leju që të pavarësi. Ismail Qemali sillet, shkon në Greqi, prej Greqisë shkon në Rumani, prej Rumanisë shkon në Hungari, prej Hungarisë shkon në Austri, në Vjenë, dhe në Vjenë e detyrojnë ta shpall pavarësinë. Edhe atëre me Vjena e siguron edhe anijen që të vija i diri ndurës e tjere, rruga drejt pavarësisë ka peripecit të dha. Mirë po e lojmë këto temat madhore. Temat tjera, lufta dytë botërore. është trajtuar, profesor, është trajtuar, ti e ke trajtuar në Kosovë, me Kosova film, ju e keni trajtuar, në Shqipëri e kanë trajtuar, e kanë trajtuar, lufta e dytë botërore, është trajtuar shumë dhe njanshëm. Nuk e di... Në Kosovë punu një film. Ka pas të filma tjera më normative? Jo, s'ka pas filma tjera. Një. Bjeshka... Një film. Jo, një film është ashti. Unë më lejo që e di ma mirë se ju, unë se di historinë si ju, po e di këtë... Po nuk është lufta një, në Serbin do. Do më thonë jonë dy filma që tha me Sulmin e Kuq, po nuk e ka bua, e ka bua Serbia, ka bua. Po jo Kosova. Po desha të them, historia jonë nuk është shkru, deri sa nuk shkruhet, e ki pas emision për histori, deri sa nuk shkruhet historia në njërë të vërtet. Nuk shkruhet as njëre, a e fitus, e shkruhet edhe kry pona. O zotni, s'ka është të vërtet, gjithmonë a e rishkruhet. O zotni, neve ende nuk fitum në që ta shkruhet në histori. Që se s'ka histori të vërtet atër edhe figura historike, film s'ka të rejshme. Po pra. Gjithmonë reciklohet historia. Unë e bëna një pyetje që po duhet ndalim aty. Në momentin që prej fakteve historike devijohet, domethënë filmi. Modele që reciklohet. A mund ndodh që filmi të kritikohet dhe pse ndodh kjo? Si të rasti Trojës, për shembull. Kjo është relative, a mund të kritikohet, do të thotë prapë dhe është çështja ju e bën profesorit Agim pyetjen se kishit bë dhe është çështja profesorit si e bën. Është një fakt interesant. Tek filmi Titaniku në ngjarje historike. Po. Njënin nga kapiten, besoj që po publikën kjo është ma e kapshme sepse me bindu që kam pa këtë film, nga ta marinarët, kapiten të anijes aty, në një moment e vret një djalli cili dëshiron që të hypë në ato barkat dhe momenti kura e kupton që ka pa, që ka ba dhe vret veten. E dini të vërtetën historike, a njëri ka egzistu, a njëri se ka vra veten, a njëri s'ka vrasti njëri, a njëri ka qenë pjesë marrës lufte dytë botërore dhe dini të lashen produksioni, kompania që ka ba filmi Titaniku është merë në gjyq me familjen e ti. Do të të shiko, këtu e bartët kjo reziku. Po, është marrë me gjyq edhe James Cameron në këtë rast është marrë me këtë rast, sepse thuhet ju në këni shkelat të vërtetën historike. Problemi është ku i cilit moment ne i kushtojmë rëndësi dhe sa e bajnë besushëm. Jo sa është besushmëria në kuptimin
historiografik, do thotë faktografik. Sa ne e bëjnë besueshëm. Një gjë është e vërtetë. Nuk e dim, duket man duhet ta ketë mbi emrin një autori i cili thotë unë i besoj vetëm një gjaje në art. Fisnikrisë shpirtit njerëzor, sakrificës njerëzore për me bërë diçka, sakrificës personale në këtë rast dhe vlerave familjare të një njeriu për me bërë diçka. Të gjitha të tjera thotë si besoj asnjë. Dhe ne këto personazhe, qofshin personazhe historike, qofshin ngjarje historike, po gjithsesi do të kemë personazhe, edhe ato ngjarje, nëse kanë vlera njerëzore, kanë atë fisnikrinë e shpirtit, kanë tmetat e tyre, kanë traumat e tyre dhe raportet e tyre me të tjerë janë të ndërtuara si njerëz, të gjithë do t'i besojmë. Momenti kur ata bën vetëm figura, nuk ju beson kush, sepse ne nuk kontaktojmë, ne nuk komunikojmë shpirtërisht as psikikisht me figura. E vërteta është ajo që pastaj shikuesi e përjeton. Ne kemi pa filma, po marrëm ata më të arrir të hujt dhe si tek filmi Patrioti, Braveheart, po i marr dy që munden, nuk e marr për krahasueshmërinë me filmat tanë, por për ata që publiku është më i njoftuar, ne kemi diçka. Qoftë tek Braveheart, thash Henry Parr nuk ka qenë ai që paraqitet aty, qoftë koloneli tek Patrioti nuk ka qenë ai që paraqitet aty. Përkundrazi ka qenë një njeri i cili ka respektuar shumë të burgosurit, ai nuk është vrarë realisht, do të thënë faktet historike, faktet artistike të tjera. Ai njeri vritet tek filmi Gladiatori. Edhe tek Gladiatori. Po, tek Gladiatori nuk është vrarë atë mirë se është vrarë. Po shikues si e përjeton, ka ndodhur, na ishte një herë në po e marrim në Roma atje, ku një gladiator e vrau përfundimisht mbretin. Po pse përjetojmë na këtë mënyrë? Sepse ai dhe ne e dimë në fakt kinematografike kur Russell Crowe pranon të luajë nëse si bëhet familja personazhit të tij. Po Russell Crowe ka kërkuar që ta ketë atë linjën me familjes, që të kemi ajo njerëzorja, ajo është njerëzorja. Ndoshta kjo ka qenë ajo dhe që ka sjellë profesor Zymeri i shpjegon studentëve, po nuk e pat një personazh njerëzor, ai nuk funksionon si personazh i tij. Kjo ndoshta dhe Gladiatori. Mos gaboj, a është ashtu profesor? Jam super ju, profesor. Unë ju falenderoj shumë që të gjetet kohë për të dhënë opinionet e juaja, domethënë për këtë temë dhe shimin e emisionit. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, dhe krejt në fund unë ju lë në shoqëri të disa pamjeve të filmave që kanë bëjë me, domethënë, ngjarje historike ku prezantohen figura historike. Domethënë, filma duke përfshirë edhe nga Skënderbeu, 28 nëntori dhe filma të huaj. Dhe pas këtyre pamjeve, ne do t'ju sjellëm një kronikë shumë interesante që ka të bëjë me festimin e 28 nëntorit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra nga bashkëdhëtarët tanë. When this ship docks, I'm getting off with you.